Kem një 17 copa, puna pak është e shtirë, po duhet më marrë me to, që 15 vite në mira me to. Me miel gruja. Krejt vetë? Po, me kulant. I kom shtritën në 4 bika, i kom shtritë, në ora 7, janë nisi me to më marrë, dek të nej, në ora 6 në akşam 7. Nga kushtuën 850 euro. 850 euro. Që ta shiko 3 muaj. Mishtemi përshëndetje nga Ndërrontina për krejt shikuesit e Mediumit Shqiptar që krejt. Sot komor në fshatin Lladrëvc, komuna e Malishevjes. Komor tek një fermer i cili quhet Ajet Zogaj dhe mi bon disa krer bakti. E për ma shumë në ndishni. Ndërun përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Që A je mirë, lodh? ka pak. Ç'është po kalon? Mirë. E punë mirë? Mirë. Ma vjen mirë. Atëherë na kemi ardhur sot me pa përse ofermi sa krer bakti i mbon. Sa është kjo punë e vështirë? Po i kem një 17 copa, puna pak është e shtirë, po duhet më marrë me to. Po, apo më tregon që sa ke fillu, edhe ç'është lindi ideja? Që 15 vite në mira me to. 15 vite. Po, A i bon veç vetat në timon dikush? ja vetë. Me përkrohet familjes. Apo vazhdojmë mrena? Po. Të bisedu, edhe po i shuhëm, po i mrena. Veç unë kisha dash me kalu qëtë pjesën. Hajde. Mashallah. Edhe shtalla shumë e mirë. Sa copa i ki ndërun? Tash janë 18 copa. 18 copa. Po, me vjeta. Me vjeta. Po. Po i mbojshë mirë. Mirë dhe i dikon. Sa është e vështirë kjo punë, edhe po më intereson pjesa e ushqimit, se këtu pa ushqim. Po, është pak e shtirë, po duhet me punu. Për shembull gjatë ditës sa herë ju jep ushqim? 3 herë në ditë që qesëm. 3 herë? Po. Sillazhe këtu? Në mëngjes që qesëm son, në gjysmë ditës silazh, në akşam që qesëm son. Po. 3 herë në ditë. Është e mjaftueshme kjo Po, besoj. mjaftueshme është. E pjesa e ujit, qysh e pas kanë këtu? Po, vetë shto me pije. Po. Po më intereson edhe te pjesa e bylmetit kur i mjelni. I keni mjetet ose kush i mjel? Me miel gruja. Krejt vet. Po, me kulant. Po. Po ato i mielin. Ke maqinën, po ma shumë i mielin me dorë. Ma sigurt ashtu. Po ma sigurt është me dorë. Po. Mandej pjesën e bylmetit e shitni? Po shumitën e dërzona e kemi një pikë rumëllusë në Carallok. Po. E qujmë atë tamën e dërzona, po edhe kështu tani shesëm, djathë, gjithçka. Po. A keni kështu klient përveç Po asaj? kina. I keni klient Po ju? kemë këtë tonë, që marrëm. Po. Te shitja e lopëve, viçave, qysh në çfarë kohë shisni më shumë ose interesi kur është më i madh? Po interesi është para vitit 30, të mishit, ma shkort, që atë e shesëm, unë i shes veç bika, shes të kështu nuk i sheslja. Për shembull këtë dimrin që e lan pas sa i ke shit? I kom shtritën në 4 bika, i kom shtit, ja kom prej për vete, Shumë 5, Po. sa ke sakrifiku për ata 5? po dhe se po do të mi këshyrë në stap, një vit do të mi mojt mi këshyrën, qështë. Në sa e fillon ditën? Sa do të me konë këtu me qelë shtallën? Në ora 7 në mëngjesit. Në ora 7 janë nisi me të më marë, dek të i nej, në ora 6 në akşam 7. Kështu për shembull gjatë notës a ndodh me ardhë mi apo një vizitë veç për çep? Po shpesh vi këshyrë, veç mi kontrolu se jo tjetër Po, se që shë di unë e këta që mbojnë bakti, as gjumi nuk i nxan jo. se au përthur na ikona, diçka. Po, në zinxhir, apo zgjidhet na janë, apo që do të më dalë të kaja mi këshyrën. Tek se kam fjallën për ata fermer që i kanë kështu për zemër. Po du me undolë të pjesat kanë ndihmu dikush. Për me orë deri Jo, të kjo shtallë, të gjithë këto lopë. përveç komuna Malishevjes, po. Kanë ndihmu Po, diçka. ato më kam imu me alete. Dhe me thonë, ma shumë me mjete vetanoke, vetë krejt. Po, Edhe, a më them duket familja, po edhe me familje, po. bashkë me familje. Po, bashkë me familje. E ndërrum, për mos me të marrë ma shumë kohë, edhe një pyetje deri në çfarë numri mendon me zgjeru. Po tash me pas mundësi deri 50 copa lep tomlit isha bon çumshit. Po. Me pas mundësi, po tash unë e venin se kam, edhe për që shkak s'po. A kemi vona i ndryshim të shtallës? Pa, këto shtolla ke kom u prish. Po, tani? Si moj me maru në gjeti, mirë, si s'moj me maru, do të me hekaj. Po, ku e kemi me qëllimin ose që ki me dalë, ki me palu? E kam venin shpatken jashtë lagjes. Tash të edhe jam në lagje, se kur e kanë maru në këtë shtallë, nuk ka pas shtëpia hiç. Tash na i na mbet midis lagjes. Dhe tash kur
kur unë pengar, mu pak që ka herë e këtyne, edhe ku shqipnin ai pengar. Po. Edhe për që shkak do të me bazirë. Për këtë arsye do me rrëzu shtallën dhe me dalë dikon tjetër. Musha. Po, me kësmet, ta në ka dalë dole. Inderum, faleminderit shumë për kohën. Mos harroj edhe viçat ku mi po. Se kesh të harru viçat me i po. Hajde. Ju boft mirë. Mashallah. Hajde. Inderum sa viça i keni? 4, 6, 7, 8, 8 sopa. 8 sopa. Po. Cili është më i madhi? Ose më i vjetri? Ose çfarë race janë? Ç'kjo është më e madhja? Po. Sa interesante pas ka dhënë gjyre. Po, zove më. Ka lloje të raceve, nuk janë vetëm një racë. Ka lloje, tuli farë lloje ka. Po. Kjo është racë belge, kjo është Holstein, këto janë klavë tona ashtu të mëshme. Po. Çu ke marr këto apo lop mas lope tani? Po. Ja lop mas lop, kështu më ashtu. Po, a çto akum ble? Sa ke blet ama Po, kështu? po, to akum ble fill racë belge. Po. Çsa ku e ke blet? E ku marr që një muaj e gjys. Ani një gjysë. Sot ka kushtu. Ka kushtuar 850 euro. 850. Po. Çita shiko 3 muaj. Këto ka i vështirë po çai pori. Jo. Tash i ka 3 muaj. 3 muaj. Po, a kur ka marrë një muaj e gjysë i ka pasën 850 euro. Po në zblej, po veç puna e si racë, më shumë po se më shni në forse për në që zblej. Po, kjo dash me ndryshu Po, veç kom desh me ndryshu se me blej nuk blej kësi. Po. Veç t'lap vetë mina. Tash për shembull me pasu në vend ku Milan këtu, unë si kisha hek. Po unë tash të do të me hekën se s'kam vend ku Milan. Tu do pak tash rritën tu mos i zakë vend. Do të me hek, mi shqip, ose mi prej. A e pre dimrin, apo kur të mundesh, kur të ka të Tash do të me hek kur të moj. Prit momenti Tash do vesh të me hek kur të moj se s'kam ku Milan. Tash edhe fillon me unë ko, pak e kem problem se është ngusht, me kamir, po besoj që jeni tu e pa mjaftueshëm. Po më intereson, a i qetë me kullot jashtë, apo gjithmonë i leni kështu? Ja, i qesë në fush. Po i kem do livallë, janë të thërnë, tash pas të rriqet koha, i lëshuën atje lëna në fush. Shumë mirë. Dhe më thonë të gjithë ditës i leni në fush edhe mbrëmje, a vinë këto vetë kështu, a Po, duhet që qilëm derën atje, këtu vetë vinë në vend vetë. E dim krejt. Po. Shumë mirë. Ja, po. Nderuam zoti, ta shtov bereqetin, e ja u pap shajrin. Faleminderit. E faleminderit shumë që na prite. Me mirë kushi, faleminderit sa ti. Po shpresoj që kemi me ardh kur e bën zgjerimin kështu dhe kemi me pas më shumë çka me fol. Faleminderit.